politikat të cilat është duke ndërmarrë vendosja tarifave doganore nga ana e presidentit Trump ose shtëpisë së bardhë, ndikojnë edhe në Kosovë, për arsye se edhe pse ne ende nuk e kemi të qartë se si do të jetë vendimi, a do të jetë vetëm për shtetet e Unionit Evropian, apo do të jetë për kompanitë ose për madhrat që eksportohen prej territorit, kuptimin gjeografik nga Evropa. Mirë po nëse është ke fundit atëherë bie që edhe për produktet kosovare do të vendoset një tarifë doganore, dhe nëse vendoset kjo tarifë doganore siç është dhënë ose është thënë prej presidentit Trump prej 25%, padyshim që do të ketë impakt edhe te kompanitë kosovare për arsye se nuk do ta kenë, si them, nuk do të jenë konkurrente siç kanë qenë deri më sot, për shkak se tatimi doganor për 25% do ta shtetën produktin kosovar, ta themi që del në tregun e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Po ndikon negativisht për arsye se në bizneset tona çdo shtet strategji ka mu përqendru në zhvillimin e prodhimtarisë dhe me rrit eksportin sa më shumë e me ul importin. Nëse neve na vendoset tarifa doganore për 25%, atë produktet e Kosovës nuk do të mund të dalin konkurrent në tregun e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe do të heqin dorë për atij tregut. Edhe ai nënkupton që më pak prodhim dhe për kompanitë tona, për ekonominë tonë nuk është mirë kur ki më pak prodhim. Parandalimi institucionet tona të vendit duhet i shfrytëzojnë të gjithë mekanizmat që i kanë në dispozicion, duke filluar prej lobimi, duke filluar prej kontakteve me diplomat, shtëpisë bardhë, me diplomat nëpër Kongres, Senat, në mënyrë që si them të lobohet që mos jemi në pjesë asaj paketës që vendoset tarifa doganore për 25% për madhrat e Evropës. Edhe pse është kogjo sfiduese, mirë po ne duhet të provojmë që të lobojmë që mos të vendoset tarifë për madhrat e Kosovës.